Maturantët në të gjithë vendin zhvilluan këtë të martë provimin e rëndësishëm të matematikës në zyrën vendore të arsimit parauniversitar Vlorë Himar. Morën pjesë në provim 1161 nxënës të shpërndarë në 6 qendra provimi. Për mbarvajtjen e procesit, u morën të gjitha masat organizative dhe teknike. Për këtë provim, u angazhuan 133 administrator provimi dhe 6 përgjegjës administrimi, të cilën ndoqën me përpikmëri çdo aspekt të zbatimit të rregullores së provimit. Vëzhgimi i provimit është kryer nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, të cilën ndoqën nga afër zhvillimin e provimit në përputhje me standardet kombëtare. Pamjet që po ndiqni në ekran sjellin momente nga disa qendra provimi në qytetin e Vlorës, përpara se maturantët të nisnin provimin. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta. Për zhvillimin e provimit ishin rreth 145 qendra, ku çdo qendër administrohet nga një përgjegjës administrimi dhe nga administrator të caktuar për çdo mjedis ku zhvillohet provimi. Për korrigjimin e testeve janë angazhuar më shumë se 640 mësues. Provimet e maturës po zhvillohen në shkolla që plotësojnë kushtet infrastrukturore të përcaktuara në rregulloren e maturës shtetërore. Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që do të ketë edhe teste të personalizuara për maturantët që janë me aftësi speciale. Deri më tani, maturantët kanë kryer provimin e gjuhës së huaj, gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe provimin e matematikës, ndërsa më 24 qershor do t'i nënshtrohen provimit me zgjedhje.